që në fakt për Berishën Edi Rama dhe pushteti i Edi Ramës nuk është armik, sepse dihet tashmë që miqtë e familjes së Berishës dhe vetë familjarët e tij janë të kapur në flagrancë si njerëz që kanë benefite nga qeverisja e Edi Ramës. Ditën bëjnë gjasme sikur zihen për politike, për demokracie, sikur theren për hallet e njerëzve dhe natën nëpër lokalet e Tiranës apo edhe të periferisë ulen aty dhe ndajnë Shqipërinë në copa. Do të thënë me Edi Ramën, e ndajnë në resorte, e ndajnë në pallate, e ndajnë në investime publike e tjera dhe parat pra i ndajnë së bashku. Kështu që duke jetuar në një realitet të gënjeshtër, tani po e kuptojnë qytetarët shqiptarë, sepse ata mendonin që Berishën si një figurë i fortë, i pakompromentuar, njëri që i lufton armiqt dhe i mund ata, një lloj mitizimi i figurës Berishës, do t'i binte në pushtet. Mirë, po kjo nuk ndodhi, edhe ata janë zhgënjur sot, sepse po bëjnë me këtë mandat që morën tani, që e humbën tani, që e morën socialistët domethënë, i thon 16 vjet në opozitë.